Kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, u takua dhe bisedoi me strukturat e këtij subjekti politik në Gjakov. Fillimisht kryetari Degës potencoi se për 6 muaj me radhë kemi negociuar në të mirë të vendit. Ju ftoj si asnjëherë më parë që të jemi mbështet të fuqishëm të Aleancës, të jemi mbështet të fuqishëm të liderit ton, i cili bëri gjithçka për vendin, për kombin, për Kosovën. Ndërsa në fjalën e tij Haradinaj tha se për Kosovën do të ishte mirë që PDK të dilte nga pushteti. Rezultati i kësaj një papajtueshmëri politike në mes koalicionit LDK-AK, Nishma dhe Vetëvendosje, edhe PDK-s për krye parlamentar, ka mbeti pa zgjidhur. Pra, kjo është momenti i parë që duni me ditë pse s'ka ndodhur rotacioni. PDK ka thonë e kem drejtën e kandidimit, një tjetë ka thonë e kem drejtën e votës, e jem shumicë. S'ke mujt mo me qu matutje këtë tem, as në gjykat, as kërkun, se ka najtë indiferent. Në fund ka fitu e drejta në kandidim, nominim e PDK-s. Kosovë është pa institucionet pavarura. Mbane men këtë fjallë, shumë me rëndësi. Pa institucionet pavarura, për para, deri në pavarësi, dhe isha heke dhe pavarësia mbikëqyrur, ka pas një ndërmjetës. Ky ndërmjetës ka mujt me qenë krye administratori, sa e më konë në RKB, që ka thonë, kështu duhet, ka mujt me qenë ambasadori Amerikës, ose ambasadorja, edhe, kur ka pas kontekst politik, edhe partit që më pajtu, a i ka thonë qështu është, ajo që ajo. Kur o hek pavarësia mbikëqyrur, edhe Amerikanët, edhe me shtje, kanë thonë tash nas, po dojmë me shtje duhet mo, mërën ajo është, ta shën punë t'juja. Unë mendoj, tha kryetaria AK, se Isa Mustafa ka menduar se marrëveshja e madhe nuk pas ka vlera, prandaj edhe ka vepruar kështu. Prandaj, ne sot kemi 2 parti të koalicionit të natës, shtoi ai. Kryetari Mustafa e ka kërkuar prej meje që unë ta përkrahi atë si nominu prej neve, prej gjithëve. Po pse e ka kërkuar, unë menoj që ka qenë bukur e qartë në atë kohë, ai ka dashur me mbo mu zëdhënës ti për me mëqu të Hashimi. Unë nuk këm pas nevoj, mu bo zëvën si Isa Mustafës, për me shku të Hashimi, se kom mujt vetë me shku. Pa i, për me rritë pozicionin e vetë të ne, e mu bo maj zoti ku të folë me Hashimin, me thonë nuk jam veç nëmën të LDK-s, po jam nëmën këtë tyne. E ka punu këtë plan. Sot i kemi 2 parti, që jënë bo bashkë, LDK dhe PDK, unë e kam qujtë koalicioni natës, se kam bo mas darë këtë dikur, nuk është zgjidhja ndërkombëtarëve, ju këmë thonë, e kanë thonë ndërkombëtarë që është zgjidhja e tyre, janë konë thirrur me qenë prezent, edhe nuk është e mira e këtij veni. Kush janë ta dy që janë bo bashkë? E para, PDK-ja. PDK-ja është një organizatë politike, që ka dhe instrumenta tjera në funksionim, për mësirve realisht e ka hup rrugën qeverisë në vend, e ka hup rrugën vetit edhe venit. Edhe ka sjell vendin gjetjen çfarë jam, edhe për shembull rezultati PDK-s, mënyrës si kanë qeveris, ka gjykatë speciale për krimet luftës veç Kosova. Çka është LDK-ja sot? LDK-ja është një parti shumë heterogjene. Janë grupe mërën. Janë luftë për pushtet mërënshëm. Provojnë me hongër kryt liderit vetë edhe një tjetrit. Mënyrën si qeverisin janë grupet interesit. To 2 parti, kur bohen bashkë, nuk ka naj qeverisje kualitative, po ka një farë, kësha thonë, status quo të keqe, një farë degradimi i qeverisës. E kanë provu, e kanë njështë, ta shohim dhe i ku e qojnë, por na kemi me ardhë, ka me ardhë një gjenerat, ma e mesme njerëzve, ma e pastër, ma komtare, ma shqiptarë në këtë vend, që ju dhemë këtë vend, që nuk janë aq indiferent për ato që ka ju ndodhë fëmijëve tyne. Unë kam ardhur të nderuar gjakovar, me ju thanë se ne kemi pak fytyrë dhe AK do të vazhdoj të punoj për të mirën e vendit, në mënyrë që marrja përgjegjësive për ndërtimin e mirëfillt të demokracisë dhe ardhmërisë së këtij vendi të mos jetë e largët.